VMRO-DPM-ja nëpërmjet një kumtesi u prononcua për takimet e brëmshme me ambasadorët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian, Jace Bailey dhe Samuel Zbogar. Ambasadori amerikan Bailey në takim ku morën pjesë edhe funksionar partijak, Nikola Todorov, Vladimir Gjorgjev dhe Aleksandr Nikolovski, është interesuar në lidhje me disa çështje, por nuk ka marrë përgjigje. Për koalicionimin eventual të VMRO-DPM-s, siç njoftuan nga partia, është e thënë se kjo gjë nuk varet vetëm nga VMRO-DPM-ja, por edhe nga parti tjera, të cilat krahas vendimit që duhet të marrin, duhet i kenë parasysh edhe faktorët e jashtëm. Në pyetjen e ambasadorit Bailey se për çfarë faktor të jashtëm bëhet fjalë, përgjigjja ka qenë se për këtë të pranishmit nuk kanë autorizim të na informojnë. Në pyetjen e ambasadorit se a mund diçka të ndihmojë në këtë pikpamje, përgjigjja ka qenë se ai nuk mund të ndihmojë, sepse para së gjithash roli i ambasadorit është të ndjek situatën në vend dhe të informojë vendin e tij për ngjarjet. Në vërejtjen e ambasadorit se deri tani ai ka ndihmuar shumë, për këtë atij është shprehur mirënjohje. Thuhet në kumtesën e VMRO-DPM-s. Ambasadori ka apeluar se është të mirë të qetësohen gjakrat e qytetarëve që protestojnë dhe ka pyetur se a do të reagojë VMRO-DPM-ja në lidhje me këtë. Edhe kësaj here Bailey nuk ka marrë përgjigje, përveç ambasadorit amerikan, takim në selinë e VMRO-DPM-s realizoi edhe euroambasadori Samuel Zbogar. Nga zyra e BE-s, me anë të një kumtesi informuan se Zbogar në takim ka theksuar se Brukseli është i shqetësuar për retorikën e përdorur nga një pjesë e protestuesve. Nga VMRO-DPM-ja, siç thuhet në kumtesë, kanë deklaruar se mbështesin protestat e qeta dhe se nuk e mbështesin gjuhën e urrëtijes, por një herazi kanë thënë se është për keqardhje që Brukseli dhe Bashkësia Ndërkombëtare nuk e kanë shprehur të njëjtin shqetësim, edhe gjatë 2 viteve të kaluara, kur kishte protesta. Nga zyrat e Bashkimit Evropian, në përgjigjen për Televizionin 21, nuk i komentojnë qëndrimet që janë theksuar në kumtesën e VMRO-DPM-s, duke u shprehur se takimet e këtilla me partitë politike janë takime të rregullta.